Plani për pushtim të përhershëm, 160 sulme ajrore izraelite ndaj Gazës në 24 orët e fundit. Në një deklaratë nga ushtria izraelite thuhet se po vazhdojnë sulmet intensive ajrore ndaj Gazës. Sulmet janë kryer në drejtimin e ushtrisë dhe agjencisë së inteligjencës vendase Shin Bet, si pjesë e një plani për pushtim të përhershëm të quajtur karrocat luftarake të Gideonit. Deklarata bën të ditur se 160 sulme ajrore janë kryer në Gaza në 24 orët e fundit dhe se në këto sulme janë shënjestruar armët dhe infrastruktura e Hamasit. Ushtria izraelite njoftoi fillimin e sulmit të tij toksor të quajtur karrocat luftarake të Gideonit, me të cilin do të pushtojë përgjithmonë Gazën. Në mediat izraelite u njoftua se në kuadër të planit Izraeli ka krijuar kampe përqendrimi në jug të ripët e Gazës, ku do të shpërndajë ndihmë të kufizuar humanitare pas dëbimit të palestinezëve. Nëpërmjet imazheve satelitore u zbulua se ushtria izraelite ishte përgatitur për këtë duke rrafshuar zona të mëdha në qytetin Jugo Rafa. Nën presionin e SBA-s dhe vendeve evropiane, kabineti i sigurisë i Izraelit miratoi të dielën në mbrëmje lejimin e hyrjes së ushqimit bazë të mjaftueshëm për të parandaluar urinë në ripin e Gazës.